Atëherë të vazhdojmë me hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë të bëjnë me sinqeritetin. Edhe këtë para se ne fillojmë me hadithet, më kujtohet një thënie një dietarit, i cili thoshte sikur të kisha pas mundësi, kisha urdhëruar që në çdo medrese me pas ligjërues, profesor, hoxh, shejh, jo sikur këto Po. shehler të sufije, po shejh i cili është dietar, Po. i cili nxënësit do t'i përkujton të vazhdimisht për sinqeritetin. Në vazhdimisht, puna e tij do të jetë kujdes sinqeritet, kujdes. Nga se, sikur se do të thot pejgamberi sa në këtë hadith, thot innamal a'malu binniyat. Çka e bën që vepra të dallohet prej veprave tjera, apo çka e përkufizon vlerën e një veprës, ajo gjë është sinqeriteti. Pastaj do të innama likulli imri'in ma nawa, se cili nga njerëzit, çdo kush do ta merr prej veprave shpërblimin atë që e ka pas për qëllim. E kush e bën hijretin pastaj përmend për Allahun, dhe duke ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hijreti i tij është për Allahun dhe për të dërguarin e tij, do të thosh hijreti i vërtet. Dhe sa kush e bën të kundërtën për diçka tjetër, do ta merr atë. Do ta merr atë përfitim. Për këtë shkak sinqeriteti është diçka që e përkufizon vlerën e një veprës. Muhamedi sallallahu në një hadith thotë se njeriu hyn në namaz edhe prej namazit nuk i regjistrohet, nuk i shënohet 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, gjysma. Të ndjetar një prej komentimeve se ato pjesë të namazit ku nuk ka qenë sinqert. Madje thonë se nëse ka dominuar gjatë shumicës së kohës së namazit, dikush tjetër ka qenë motivuar që ti me zbukuru zërin, apo me zgjat sejdën pak, apo me zgjat rukun, atë nuk e dobi pra se veprës, edhe pse e lodh. Askush se në mohon se të ki njeri së është angazhu. Por, angazhimi i tij në këtë situatë është për dika tjetër, jo për hir të Allahut. Prandaj një prej haditheve është se në ditën e gjykimit Allahu xhaleshani thotë, shkoni tek ata për të cilët i keni bë këto vepra dhe kërkoni shpërblim prej tyre. Edhe shikoni a keni me çesh shpërblim, as keni me çesh shpërblim. Në atë botë, sunduesi vetëm është Allahu subhanahu wa taala. Liman il-mulku al-yawm, thot Allahu në botën tjetër. Kujt i takon sundimi sot? Lillahi al-wahid al-qahhar. Allahu i cili është një i vetëm, al-qahhar, ai i cili mbizotron, dominon çat ditë. Në këtë botë dominon, por Allahu në disa gjëra i lejon që të ndodhin me vullnetin e tij, por në botën tjetër nuk ka mundësi me ndodh diçka që do shta, si ta mos të keq kupton, të ndodh diçka që është jashtë se në këtë dunjë çdo gjë është në kontrollin e Allahut. Po kontrolli absolut i cili vetëm vullneti i Allahut ka qenë me shpërblia të besimtarët të sinqertë dhe ka me i dënu ata që kanë merituar dënimin. Në botën tjetër, Allahu xhaleshanu është ai mbizotruesi i cili do të shfaqet edhe në atë kohë ata që njerëzit i kanë madhruar apo i kanë konsideruar se janë të fuqishëm, në atë ditë nuk do të kenë asgjë, asnjë lloj force. Po ashtu prej gjërave apo hadithe që flasin për sinqeritetin është hadithi ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdun la ilaha illa Allah qattu mukhlisan illa futihat lahu abwabu as-sama. Çdo kur robi thot la ilaha illa Allah, sinqerisht, i hapen dyert e qiellit. I hapen edhe ajo fjalë ngritet lart. E kur vepra edhe fjala ngritet lart, kjo do të thonë se është e pranuar tek Allahu. Nëse i mbyllen dyert e qiellit, atëra vepër nuk është e pranuar. Do të thonë Allahu nuk është i kënaqur për atë vepër. Do të thonë kur themi la ilaha illallah, sinqerisht hapen dyert e qiellit për atë fjalë. Po. Do të sinqeriteti në këtë edhe në fjalë. Po ashtu në një hadith tjetër thot, kur robi del prej shtëpisë dhe shkon në xhami,
Edhe shkaku pse ka dalë për xhamisë. Nuk është diçka tjetër, përveç namazit. Thot me çdo hap që e bën, i fshihet një mëkat, i shkruhet një sevap, edhe i lartësohet një gradë. Dhe ç'të du më nol pak. Edhe thot ai llogaritet se është në namaz, përderisa është në xhami duke e prit namazin. Do më thonë hoç, del për shtëpie. Po. Këtu është fakti se ky njeri, ajo brendësia e tij, sinqeriteti e tij e bën që ta fiton këtë shpërblim. Cilë nuk kanoj pak. Do më thonë del për shtëpie. Po. Një hap, dy, nuk del përveç me fal namaz. Po, del për shtëpie jam të shku me fal namazin për Allahin, për kur çdo tjetër. Kjo është njëjti, kjo është qëllimi. Se salat, namazi, tham, inna salati, namazim, është vetëm për Allah. Po. Është tash një hap, dy, tre, këtë këto shkruan ka një sevap, ka një shpërblim. Edhe ka një gjëna fshirë. Edhe i ngritet një shkallë. Edhe një shkallë ngritet tek Allah subhanahu. Do të thonë sevapi i madh kanë më shkuar xhamin. Si jo? Bile mosh shumë dietarë dhe e përmendin nëse je afër xhamisë edhe e dëgjon ezanin. Namazi nuk është valid nëse nuk e fal në xhami. Edhe marrin për argument hadithin me Ibni Umi Mektumin, që ka qenë muezini Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë i verbër, edhe ka thënë nuk kam kush më çon në xhami, se a mes meje dhe xhamis është një lugin dhe ka, domethënë, akrepa, gjarprinj, që ka mundësi më kafshun e nuk i shoh. Çka i ka thënë sa? Fillimisht i ka thënë leje që ta falë namazin në shtëpi. Por pastaj kur e ka pyet, ka thënë a e dëgjon ezanin? Ka thënë po. Nëse dëgjon përgjigj. Kjo është një meselë e fikut që ka disa dietarë që thënë, po. S'do me thonë që ai që e fal në shtëpi nuk i pranon. Po, kjo është mos të keç kupton. Tek Allahu xhashanuhu. Ose për sinqeritet, kur flasim për sinqeritetin, për haditheve që flasim për vlerën e sinqeritetit, është edhe për që është i lidhur me Ramazanin. Ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sa Ramadan, kush e gjon Ramazanin, imanen wa ihtisaban. Imanen me besim në Allahun subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dhe duke qeni bindur se shpërblimin e jep vetëm Allahu subhanahu wa taala. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, falen gabimet që i ka bën më herët. Dërsa nëse nuk e bën këtë me iman, dhe nuk e bën këtë sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk e shpreson shpërblimin vetëm për Allahut subhanahu wa taala, atëherë agjerimi i tij nuk ka vlerë. Për agjerimin do të mbetet vetëm etja edhe uria. Nuk e ka shpërblimin. Edhe këtu përmendet po. Po ashtu edhe për çështjen e përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Ku del në shesh, pejgamberi ka përmendur disa kategori të njerëzve që janë në hijen e arshit të Allahut në atë ditë kur s'ka tjetër hije përveç hijes së Allahut apo arshit të tij. Në mesin e tyre i ka përmendur dy njerëz që aludojnë se veprat e tyre janë të sinqerta. Apo tregojnë, jo nuk aludojnë, po dëshmojnë se veprat. I pari është rajulun dhekera Allahe khalien, fe fadat e inahu. Njeriu e përmend Allahun në vetmi, në kërkush nuk eshe. Edhe fillojnë dalin lot prej, si jo nga se njeh realitetin e tij se është mëkatar, se ka shumë mëkate për të cilën nuk është pendu, apo ka mundësi Allahu o bo besimtar më i mirë. Kjo është i parë. I dyti është njeriu që jep sadaka, edhe fshehet që të mos e din dora e majt çka ka dhënë me dorën e djathtë. Kjo tregon se kjo është një lloj apo një shkallë e lartë e sinqeritetit tek njeriu i cili për këtë vepër çka thot Allahu do ta vendos në hijen e arshit të tij në atë ditë kur s'ka hije tjetër për hijes së Allahu subhanahu wa taala. Po normë ti çka di ti pak te sadakaja është. Do të thonë duhet me pas sinqeritet ai që jep sadaka. Mirë po ka dikush që jep në sheft. Shkon një, për shembull, 2000 euro, edhe se merr vesh kurkush. Kjo është vepër shumë e mirë, se e merr vesh Allahu. Mirë po dikush do ta shohin, sa lejohet kjo, sa? Allah xhallahu në Kur'an thot in tubdu sadaqati fa ni'ma hi. Nëse në mënyrë publike i jepni sadakat, ato janë të mira.
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. Po nëse i fshehni edhe o jepni fukara, kjo është më e mirë. Djetarët këtu e kam përmend një moment. Nëse ti me këtë vepër sadakan që e jep publikisht, i nxit njerëzit tjerë që edhe ata t'japin, i motivon, dhe nuk i ke qëllimin që njerëzit me ta përmendse. Me të lavdru, po. Me të lavdru, kjo është, mashallah, shumë është dordhanës, shumë është bujar. Atëherë në këtë rast është, edhe pse, prapse prap ajo sadakaja fshehu razi, e ka një shkallë më të lartë. Më të lartë, sepse ai person do vetëm Allahut që ta di edhe ai person që ti ka ndihmu. Do me thonë, ai që e publik, duhet me pas parasysh nxitjen e tjerëve, jo lavdimin e tjerëve. Jo lavdimin e tjerëve, po. Nxitjen e motivimin e tjerëve që dhe ata të ndihmojnë të vazhdojnë.